Me afrimin e sezonit turistik, bashkitë e zonave bregdetare janë vënë në lëvizje për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave në lidhje me menaxhimin e plazheve. Në Lezhë është miratuar harta e plazheve ku 80% do të jetë publik dhe do të administrohet nga shoqëria aksionere Lezhë Invest, subjekti krijuar nga Bashkia Lezhë. Projekt vendimi i tarifave për ofrimin e shërbimit të plazheve publike dhe caktimi i strukturës përgjegjëse për administrimin e tyre u miratua në Këshillin Bashkiak dhe sipas kryebashkiakut Pjeri Ndreu, synohet akses i lirë për qytetarët. Çmimi i çështëdhënave do jetë i përcaktuar siç është marrë vendim në Këshill, por ka një tendencë abuzimi dhe keq interpretimi, sigur do jetë shumë i lartë, çmimet do jenë shumë të ulta, do të jenë çmime tregu të konkurrueshme, por nuk do ka lidhje fare me çmimin e privatit. Kjo vendimarrje shihet me skepticizëm nga opozita. Përfaqësuesja e saj në Këshillin Bashkiak Alfrida Marku tha se situata nuk do të ndryshojë pasi në plazhet publike do të ketë tarifa të larta njësoj si tek privati. Tarifa miratuar deri në 50% të vlerës së tregut, pra po ta interpretojmë, nën kupton që mund të jetë edhe 50% e vlerës së tregut, është tejet e lartë, është e parësyeshme. Ne nuk kemi aktualisht një vlerë tregu të përcaktuar zyrtarisht. Pas diskutimeve mes palëve u vendos që tarifa ofrimit të shërbimit në plazhet publike të jetë në masën 50% të vlerës së tregut dhe më pas ky projekt vendim u miratua me shumicë votash, por që të djathtat e konsiderojnë sërish të lartë tarifën, duke i kërkuar institucionit të prefektit që të mos e konfirmojë këtë vendimarrje.